Por që do shta du të shkojmë në zgjedhje të reja, sepse kështu nuk eset para. Po zgjedhje të reja, vetëm një partije nuk do të duhej normalisht me konvenu. Ati që ka fitu zgjedhjet, krejt tjerve në situatën e re, në thonë e re, është mundësi e re. Sa jeni sigur, ndoshta tregimi i Kurti do t'jetë që ju blokuat institucionet. Nuk shkon kjo pa fundësi. Dëgjoj në vepën e partije politike, me cilën jam i lidhën si kërthiz në organ që prej themelimit parë. Jëm rrit, jëm burnu, e po shkojnë moshën tjetër me këtë parti politike. LDK gjithmonë është angazhu për një rezultat solid, sepse ka pas në mendsinë e saj ndërtimin me të gjithë, bashkëpunimin me të gjithë për interes, duke prejkë edhe plakët e veta shpesher. Po, mendësia në cilën e kemi punu ka qenë krejt tjetër. Edhe se kauza e idealet, kauza qëllimet ka qenë shumë tjera. E që në të zgjidhje, zotë Jaziri, dojnë në pak fakeqë të LDK-ja këto kauza, për shkak se në mënyrë publike i pamë se si akuzoheshit me njëri tjetrin për vjedhje votash. Është e papranueshme, LDK mendon diçka e tillë, nuk është e LDK-s, nuk përkon me neve, u punu shumë me na fajcu, nuk... Po nga kush u punua, sepse këta emra ishin eksponent të juaj, zote. Definitivisht... Tash Abdullah Hoti, nëse e quani eksponent të huaj, nuk e kuptekës. Që e thëtë, Abdullah Hoti ka ndjerë një loj qëndrimi ti politik, një loj gjetje të ti politike, kërësia LDK se ka diskutu, dhe gjitha nivellet, LDK ka thonë që kush ka, LDK ka depunu fakte në organet e prokurorisë. Ne kemi depunu fakte. Për manipulim votash, të brendshme. Për gjetje tona në votën e mërgatës. Okej. Po nuk ka të bëj për LDK kjo. Ka të bëj edhe për parti tjera, ose parti tjetër që është morë me këtë skemë. Kemi dëpënu në gjëjtet e tona, sepse janë atat vetme që duhet më morë me atë punë. Jo, politika më morë. Për derisa politika vazhdo me bo me gjesht, dhe më në politizon rase, si të politizohet nuk është ma e qëndrushme. Po e kam dëgju këtë që ka thënë edhe zote Abdi Gjiku, po duket pak absurde. Pra ju fajsoni eksponent, akter të jashtëm, derisa akuzat vinë nga brenda. Pra pak kjo ju fort e kuptueshme politikisht. Kushdo që e ka bo, që e në korrekt. Kushdo që e ka bo, unë nuk e përzi votat e mija me ato që ka nërtu skema. Dere në ekstrem, dere në dorheqje, nuk e përzi. Sepse nëse kom dërtu një karierë politike, një angazhim politik, në parime, në besim, në ideale që unë e besoj, demokracia në Kosovë do të me qenë funksionale. Unë jam i vedishëm që ne... Demokraci funksionale nuk mund të ketë pa pas demokraci të brendshme dhe garë të barabartë. Demokracia funksionale lind në partit politike. Po pra, dhe në parti nuk është vetëm zoti Hoti, po dhe tjerë që kanë akuzuar për manipulim votash. Nëse e merë një parti tjetër që sot është parti e parë në Kosovë, edhe krahason zhvillimin e demokracisë, parimi i one man show është repliku në qeveri. Po atë mund ta diskutojmë, por çështja është me qenë se jeni nën kryetar. Jo, te ne është përfaqësuar diçka që ne kemi guxim, ne jemi partia vetë që kemi bërë zgjedhje në për fshat, në për qytet, në gjitha nivelet jashtë e mbrana Kosovës, i na hyn në zgjedhje, me zgjedhjet mbrashme na hyn zgjedhje. Kena debatu për rezultatin zgjedhor, kena debatu me numra, me shifra, me nxjerrë rekomandime, me nxjerrë mësimet, jemi në procesin e vlerësimeve ma niveleve tjera, edhe ne kemi guxim edhe me fol, edhe me shkru. Mirë, me që keni guxim me fol? A këtu janë çështje skaluarës tash? Ja, çështje e debatit ka qenë. Mbi 70 ditë që janë bojt zgjedhjet, pra nuk po flasim për vitin 2014. Ky proces në brenda LDK-s nuk është thënë vetëm nga zoti Hoti, ka pasur deputet tjerë, ose kandidat për deputet që kanë akuzuar për manipulim votash. Është goxha akuzë kja. Kur vjen nga brenda sidomos. Kjo është atë që ne kemi debatu, nuk kemi debatu për një epizod, sepse shumë po mirët vetëm një epizod. Kjo problemi i skemës, i gjetjes skemës, i mënyrës se si ka mundohet diçka, është çështje që prokuroria zbardh, prokuroria ka me dëshmuar, deta ka pas, s'ka pas, sa ka pas, me rëndësi është me mbyll, mos me leju më ndodh. Dakor, sepse nuk duhet klasë për LDK. Jo, po kjo tani u tha që kjo skem është apliku për 4 vitësh, në mënyrën më brutale të mundshme. Dhe nëse kjo dele vërtet, na po flasim për një situatë që është evidentu, është gjetë,
por më rëndësi që mos mu repliku e tjetër, sepse në Kosovë ne si le të kemi ballafaqylla dhe me vjedhje industriale, inxhiniering që është, po e kemi arrit me e nal, dhe me gjithë një mënyrë tjetër, një rrugë tjetër, për mos me leju më përsërit. Kemi vazhdu me vujt, por aja që do duhet prapë me ndodhë është çështja e ligjit zgjedhor. Ne duhet një ditë me ullë edhe me mendu çështën e ligjit zgjedhjeve. Është menduar për një kohë gjatë për s'po bëhet asgjë. Kjo që doli, këto përmirësime të fundit ligjit zgjedhor, këto e kanë dëmtu këtë proces zgjedhor. Kur gjë s'ka ndodhë me provizionet e ligjit që ju prek, që nuk ju prek, 4-5 provizionet ligjit që ju prek. Këto 4 kanë mundësu, kanë kriju mundësi që me prek vota. Edhe formula nuk është të qëllushme, ndryshimi i formulës, edhe mënyra që se është organizu vota për mërgate, nuk është të qëllushme, nuk është adekuate. Dëllë që nuk është adekuate. Që dohet me gjithë një mënyrë edhe një organizim ligjor këtë ndryshë. Po, për derisa se nuk dua të zhyte më tek LDK-ja se kaluam prej temës që ju kemi ftuar sonte tek ajo, por nëse ju rikthehemi temës, Partia në pushtet po thotë që mund të ketë zgjedhje të reja, ndërkohë ju po flisni për mundësinë që të rishikohet edhe ligji për zgjedhje, të ndërhyjet, të përmirësohet, që është një proces demokratik, zoti Haziri. Ashtu LDK e përgatitur që të shkojë në zgjedhje të reja tani, nëse do të ketë. Nuk ka të bëjmë me LDK, në besoni asgjë. LDK-ja, partitë politike në organizume për zgjedhje. Në momentin e parë që kërkohet nga ne, punë tjetër nuk kemi pas me një zgjedhje, por Kosova nuk ka komoditet politik, edhe Kosova nuk ka liri bugjetore me hynë zgjedhje sa herë që politikanët kanë qef me mri qëllime politike. Nuk do duhet me leju. Edhe se ndodhë, kështë është një parim i pashkruar. Nëse ndodhë, ne që kemi me bo tjetër pas me hynë zgjedhje, ne jenë pregaditën që prejtje me hynë zgjedhje. Unë bëllë një proces, ende pa implementu rezultatin e 9 shkurtit, në Kosovë po vlitet për opcionin e zgjedhjeve. Nuk e kemi asë komoditetin e Belgjikës me të drejten, asë shteteve me demokracitë konsolidume, me bo situatat tila. Mirë, edhe si po e shini këtë si propozim, se po vjen nga pushteti, a është një farloj gjysmë shantazhi ndaj gjithë partive tjera politike, apo është presion, apo si mund të atësisë? Ja, kjo është arrogancë politike. Unë e lexoj si arrogancë, mund tjertë me lexoj si shantazh, si presion, atë çka kanë mendu me do. Por është veç arrogancë politike, sepse deputet edhe partitë politike, për atë sa morin vota më shumë, ajo është besim më i madh. Sa ki besim më të madh, do të më shkel më përgjithshëm ndaj votës, ma kokullën, ma fjalbut, ma sjellshëm, se do shme koni përgjithshëm. Besimi më i madh bën më të përgjithshëm. Unë e kuptoj njerë që kanë kauza, edhe njerë që kauzët e veta me çdo mjet politik dëshirojnë me i realizu, derisa nuk e realizojnë përdorin çdo lloj politike. Spaku vetë vendosja e ka këto. E ka qëllimin e vetë politike, ka shtuar me çdo mjet konvencional dhe jo konvencional, kuvend Republikës, në rrugë të Republikës Kosovës, edhe ka ataku, edhe ka denigru, edhe ka prek gjithçka. Ka pas qëllim me mri diçka. A mund t'i qëndroni ju për këtij lloj